vjen një overdose, një njeri me ngjyrë nga to të pastrehet, që edhe sot e kësaj dite vazhdon në përkryqëzimet e Tiranës. Vjen terminal në spitalin Ushtarag dhe kam rastisë që kam qenë mjek roj dhe kam pritur unë. Edhe rasti kthehet në jetë. Kthehet në jetë, po normalisht gjithë secili vazhdon jetën e tij. Dhe se harroj në një moment kur po kthehesha për në punë mbas disa kohësh, në kryqëzim momentin që kap semafori. Dhe si dikush që çdo njeri mund të mbajë në makinë samonella të vogla, ul xhamin dhe thjesht kështu instinktivisht pa e parë fare më thyrë. Në ato momente më shëdhët, thot, doktoru që më shpëtoi jetën, tak futohet nga sy tak më jep 10.000 lekë. Pra më ke qenë kështu, do unë diçka e papritur fare, edhe çfarë nxorra, çfarë mësimi nxorra aty. Shiko, profesioni jënë do t'i shërbej kujdo. Pa dallim. Kujdo i cili ka nevojë, i cili të vjen dhe të kërkon ndihmë, pa dallim gjyre, pa dallim personi, ide, rëndësi, ti duhet ta ndihmosh. Duhet ta ndihmosh. Dhe ç'është më e rëndësishme, të paktën nëse do të tentojmë pak ta zbukurojmë atë fjalën tonë, të përpiqemi mos jemi doktor hajdut. Absolutisht. Është shumë e rëndësishme.